Lajmi i mirë është sepse këtë vit është miratuar rritja e numrit të hetuesve me 40. Domethënë, shpresoj të hapim garën dhe të përfundoj gara brenda vitit 2025 dhe të bëhet e mundur që brenda këtij viti, krahas 60 hetuesve që aktualisht janë pjesë e Byros Kombëtare të Hetimit, të kemi dhe një numër të shtuar prej 40 hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit. Pasi vlerësojmë që prokurorët, nëse do kenë edhe të numër hetuesish, do të jenë në gjendje që t'i japin drejtim çështjes në një kohë më të shpejtë. Dhe tjetra, një ndihmë do ishin këshilltarët ligjor, prandaj kemi kërkuar këshilltarët ligjor, sepse ju siç e dini, ne përfaqësojmë çështjet edhe në gjykatë apelit, edhe në gjykatë lartë, tashmë edhe në gjykatë kushtetuese, dhe tashmë gjithmonë edhe në gjykatë kushtetuese, por tashmë kemi patur edhe seanca, por edhe dërgime mendimesh pothuajse të përmuajshme etj. Pasi e këshilltarëve ligjor do të ndihmonte përgatitjen e prokurorëve për seancat e gjyqësore në apel, në gjykatë lartë apo në gjykatë kushtetuese, dhe qëllimi ky është që ne këto këshilltarë t'i përdorim kryesisht për përfaqësime, për të përgatitur përfaqësimin e prokurorëve para gjykatave të apelit, gjykatave së lartë dhe gjykatës kushtetuese, pasi gjatë hetimit patjetër nuk mund t'i përfshish, sepse hetimi është sekret dhe subjektet procedurale të cilët mund marrin ndjeni për hetimin janë parashikuar në kodin e procedurës penale. Por nëse do kishim të këshilltarë ligjor, patjetër do ishte një vlerë e shtuar dhe do na ndihmonin ne në përfaqësimet e çështjeve para gjykatës apelit, gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, jo vetëm në sasi, por edhe në cilësi, pasi tjetër përgatitje kërkon nga pikpamja profesionale prezantimi i çështjes para gjykatës apelit, para gjykatës lartë dhe për më tepër para gjykatës kushtetuese. Më fal, për ta saktuar, kemi patur një shtesë në numrin e këshilltarëve këtë vit, por këshilltarëve të drejtuesit të përvojës së posaçme, dhe kjo shtesë është bërë për të përfaqësuar çështjet pranë për të përgatitur dhe përfaqësuar çështjet pranë kolegjit të posaçëm të apelimit, siç edhe e dini tashmë drejtuesi i përvojës së posaçme përfaqëson këtë çështje pranë kolegjit të posaçëm të apelimit.